Trump, Ukraina duhet të mbajë zgjedhje. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump i ka bërë thirrje omologut Volodymyr Zelensky të mbajë zgjedhje në Ukrainë, duke akuzuar qeverinë e Kievit se po përdor luftën me Rusinë për të shmangur këtë. Sipas mediave të huaja, mandati i Zelenskit si president fillimisht ishte planifikuar të përfundonte në maj të 2024, por Ukraina ka thënë se nuk mund të mbajë zgjedhje të reja ndërsa vendi është në gjendje të jashtëzakonshme. Qeveria thotë se ndërprerjet e vazhdueshme të regjisë nga sulmet ajrore do ta bënin pamundur organizimin dhe numërimin e votave, si do kishte rreziqe të dukshme nëse një numër i madh njerëzish duhet të mblidhen në qendrat e votimit. Gjithashtu thuhet se pas zhvendosjes masive të brendshme dhe largimit të shumë njerëzve nga vendi, nuk ka asnjë sistem në vend për votimin në mungesë dhe asnjë përditësim të kohëve të fundit të regjistrit kombëtar të votuesve. Pavarësisht kësaj, Zelensky është përballur me thirrje për të mbajtur zgjedhje si nga Moska ashtu dhe nga Washingtoni.